në për shembull në ngrënien e mishit të njerëzit, në pimjen e drogës, alkooli, amoraliteti, ku edhe pastaj i kalojnë edhe këto me kalun diçka shtazarake. Është e vërtetë që njerëzit që janë musliman mundohen me gjetë qetësi, rahatllëk etj. Në të gjitha format, sa pastaj kalojnë ato lukset njerëzore që mund të qenë halal, ushqimet e mira, shëtitje etj. Kalojnë edhe në haram, për shembull në pimjen e drogës, në ato haram të tjera, alkooli, amoraliteti, ku edhe pastaj i kalojnë edhe këto me kalun diçka shtazarake, në për shembull në ngrënien e mishit të njerëzit, në dhunimin e fëmijëve, në marrjen edhe bërjen e gjëhetisë së njerëzve, domethënë marrin njerin edhe lëshojnë me një mal aty, me një natyrë, ose nëpër lufta të caktuara, siç është rasti i Sarajevës, që u përmend, u përfal edhe çka bën domethënë del aty edhe bën gjëheti njerëz. Pse ai mendon që po e gjan çtu qetësinë? Ai mendon që në fakt e ka shumë më të lehtë, edhe këtu s'ka me gjetë, se fundi i kësaj ka më qenë e jethtë, edhe në fund Zoti na rrit në xhenem, apo nëse nuk mendohet, ose vetvrasjen këtë botë, ose nëse s'ban vetvrasje, atëherë vdes edhe në fund e udhë bila në xhenem. Çfarë themi neve? E vetmja rrugë që ta jep lumturinë është rruga e Kuranit, rruga e Islamit përgjithësi, por pasi kemi fjalën për Kuranin, për fjalën e Allahut, themi